Marrëdhënia e njeriut në raport me Allahun e lartësuar ka detyrimet e veta robi në raport me Zotin. Nga ato detyrime është adhurimi i Zotit një dhe mos bërja shokët tina adhurim, duke u shmangur nga çdo lloj idhujtarie, e vogël e madhe, e padukshme ndonjëherë, e pakuptueshme ndonjëherë. Njeriu duhet si fillim për këtë gjë të jetë i informuar mirë. Pra ka për detyrë të njohë tauhidin e Zotit, marrëdhënien me Allahun, dhe gjithashtu pas kësaj vjen namazi, siç janë shtyllat e Islamit. Por gjithashtu njeriu ka detyrime dhe në raport me njerëzit. Pra ti ke marrëdhënie në raport me Allahun, ke detyrimin ndaj Zotit, por ke detyrimin ndaj njerëzve. Ke detyrimin ndaj njerëzve sepse njeriu, tha profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin tjetër që më kujtohet, kush është i falimentuari, tha no, profeti Allahut i falimentuar është ai që nuk ka ekonomi nga ne, nuk ka të ardhurat, nuk ka. Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, falimentuari nuk është ai. Falimentuari është ai i cili, sepse të ardhurat në të botë në gjithë i humbasin. Kur t'ikin. Por falimentuari është ai i cili ditën e gjykimit vjen me male dhe kodra, me sevape dhe i humbet gjitha dhe del me minus. Ky është i falimentuar. Pra del me minus, thanë ata po ai që nuk ka, po jo në dynja, në ahiret. Ai është falimentimi i vërtet, Zot na ruaj, që ti punove, sakrifikove gjithë jetën tënde dhe për shkak të marrëdhënieve të njerëzve ky njeri do vë me minus.